Ka fillu të la janë. Si kompani ofrojmë komplet eventin. Në ambasadën e Katarit kam ba të Tunizis, Kroacis, Lituanis, në Europol. Ka fillu në vitin 93, kështu kam ardhë nga Suedia s'pari kam qenë, erdha të në duft largohëm atje, sikur edhe erdhëm në Hollandë dhe kështu që nga 93 jam në Hollandë. Po në atë kohë, thëmë drejtën në Kosovë, kam studiu për teknik laborant për mikrobiologi dhe pse u duft të largohëm, sikur që dihet ajo kohë sa i përket situatës, në kërkojshin që të shkoj ushtar në atë kohë në luftrat, sikur Kroacia të filloj edhe në Bosnjë, kështu që më duft të largohëm. Unë kam ardhur këtu në moshën 24 vjeç, çare nuk ka qenë lehtë se kemi fillu këtu, mas pari është dasht të lajmërohëm azel dhe sa i përket 8 vite më është dasht të prezentëm që të kem lejen e qëndrimit në Hollandë. Ka qenë shumë e vështirë edhe për punë, u duhet të punojmë edhe dikun që të mund, pse pa letra nuk më shë edhe të punosh, kështu që mu duhet në atë kohë të filloj në gastronomi ose në një restoran italian edhe kështu filloj ajo të hyj edhe në punën time në këtë pjesën që punoj. Në të kallëzu drejtën ka fillu të la janë. Edhe po ishte një farfati që në atë ku i pasrejsha anë të doke kushina në dritare, në ato kur u bëj këtër. Edhe çdo herë shifsha kuzhinieri ishte një italian e shifsha si po gatuan. Në atë kohë si kam edhe nga ajo, po ai ishte pak edhe i lodhur nga puna dhe i ndihmojsha si kisha kohë, shkojsha i ndihmosha edhe ato, po ashtu më rrita për 6 muaj, po që të filloj të iku ai nga puna dhe unë hyra në vend të tina të punës. Edhe nga ajo pjesë pata një fat tjetër që kishte një person që e njihsha në atë kohë, kishte një shefin e kuzhinës në një shumë restoran të fort francez këtu që në atë pjesë veshin edhe princi i Hollandës, veshin pjesë e naltë dhe me murë të fillova të punoj ato dhe fillova edhe të kryj kurse në saj përket gastronomisë, kur janë edhe për kuzhinë, po edhe saj përket tjera kurse që thirrën sociale, higienë, e tjerat, edhe nga ajo pjesa që fillova të marrë ato, ajo provoja në restoranin francez, po edhe shkolla, edhe nga italian, ajo më ndihmoi, po edhe kreativiteti im më ndihmoi që të bëhem pak si më ndryshe dhe më i përsosur. Së pare që kam fillu kompaninë, i kam pas 2 restorane tjera, një italian edhe një ka qenë në këtë vendin ku jetoj në Nordvaj. Edhe i kam hapë në vitin 2009, edhe mbas andej nga ato kam, po prapë se nuk ishte diçka që më mbushte, se ishte vetëm specialitete, pizza, pasta, unë disha diçka më ndryshe tjetë. Edhe ato në vitin 2015 i largova, edhe në 2000 pata një pauzë, në 2017 fillova me catering që si më erdhi ideja këtu ishte shumë e thjeshtë se kur i kam pas restoranët, porosit që njerëzit për festa. Edhe mu me interesoj që sa e lehtë është kjo për festa, se e dim përpara sa si ta bësh, se si të përgatitesh, se si të bësh këto. Edhe nga kjo u motivova që të filloj vetëm catering saj përket. Edhe në 2017, në bazë 2017-ës pata rastin në ambasadën e Shqipërisë edhe të Kosovës, edhe nga ato kvaliteti shkova edhe në disa ambasada tjera, sikur edhe në ambasadën e Katarit kam ba të Tunizis, të Kroacis, besa, Lituanis, të gjitha këto, po deri tani kam arrit që të bëj edhe për Ministrinë e Punëve të mbrendshme 2 herë në Europol, edhe ato kam ba, po kemi edhe shumë
firma të huaja, sikur janë firma amerikane që janë të IT-s këtu, janë shumë të mëdha dhe të suksesshme, jo vetëm këtu, por në gjithë botën, sikur thirrët Nutanix, për Shellin e Holandës bëj. Si kompani e ofron komplet eventin ose ndonjë fest ose se çfarë është, nga lokacioni deri te pijet, deri te ushqimi, po ushqimi është më kryesori që mund të marrëm. Edhe si e bën dallim kompaninë time është sa i përket ushqimit mund të bëjmë në disa kuzhina të ndryshme, për shembull, edhe shqiptare, që jam shumë krenar për atë punë, po edhe franceze, holandeze, po edhe deri edhe meksikane kështu i bëjmë. Te ushqimet shqiptare kemi qofte, kemi flinë e bëjmë, byreka të ndryshëm, po bëjmë edhe krelana që janë, po i bëjmë shumë të vogla, sikur lloj petulla të vogla i bëjmë që janë shumë e rëndësishme. Në shumicën e eventeve është trendi në Holandë me lloj koktejsh që bëhen, me lloj gjëra të vogla që njerëzit bisedojnë, po e marrin një gjë në gojë. Vështirë është çdo gjë, po çdo gjë është e lehtë kur e bën me dëshirë, kur e bën me zemër, kur i përkushtohesh shumë asaj pune edhe kur të bëhet puna një hobi. Është shumë e lehtë. E kam djalin që më ndihmon, po nuk është biznes familjar, e bëj vetëm me punëtor. Kam menaxherin e marketingut, kemi edhe 3 kuzhinier tjerë që punojnë fast. Po kam edhe njerëz që vijnë vetëm kur kam nevojë që i du vetëm. Të gjithë mund me thonë deri kur kemi ndonjë event të madh se deri në 600 vet mund kemi që bëhen deri në 15 vet, 20 vet që duhet punojnë. Një mesazh sidomos për rinin që në diçka që beson, në diçka që e ke në zemër, e ke me shpirt edhe mos ju ndaj se çdo herë do të jetë fitim. Edhe një mesazh kryesor është që kvaliteti fiton çdo herë. Unë jam Gjavati Lazi, jam pronari i kompanisë Catering Bollenstreek në Hollandë.